flas për masat e furnizimit me energji, ka ajo ditë ose këto akmarrëveshje janë të aplikueshme në gjitha kujdeset e klientit në Oshe Group, janë pjesë e skemës që përfiton çdo abonent. Përfituan rreth me 650 abonent debitor nga kjo skemë. Kërkesa ishte më e lartë në abonentët, por për mungesë dokumentacioni dhe procesime që ngelen do vazhdohet më tej me ta. Këto skema ishin goca lehtësuese dhe shumicën e këtyre skema e përfituan abonent familjar në nevojë. Sigurisht përfituan edhe abonent privat, edhe buxhetor jo buxhetor, por shumica e këtyre skemave ishte për abonentët familjar në nevojë. Skemat u mbyllën, siç e thash, në datën 31 dhe në këto ditë pritet skemat e reja që do vajohet për 2026. Shpresojmë që do vinë sa më shpejt dhe do ketë një fluks pasi dhe skema do jetë më lehtësuese këtë vit se vitin e kaluar. Për sa i përket abonentëve debitor në rajonin Jugori, i cili përfshin qytetet Sarand, Delvin, Gjirokastër, Përmet dhe Tepelen, që janë të përfshira me çdo KNK, ka rreth me 5000 abonent, po flasim për 2026, që janë vindituar, të cilët nxirren për ndërprerje nga FSHU-ja, duke u ndërprerë nga grupet e operatorit sistemit të shpërndarjes. Këta abonent momentalisht në fakt nuk ka një skemë lehtësuese që të përballen të shpërndajnë debin, por në këto raste unë bëj thirrje që të paguajnë vetëm 2025, në 2026 ta kenë të likuiduar dhe sigurisht që do kemi një tolerancë ndaj këtij fenomeni. Çfarë ndodh me këta abonent debitor dhe si parashikohet në bazë të ligjit të furnizimit tyre me energji elektrike dhe kur flasim për debitor janë biznese apo institucione qofshin e këto shtetërore apo më së shumti familjar? Atëherë me këto debitor veprohet në mënyrë kategorike sipas ligjit, s'ka mënyrë tjetër. Sigurisht që ligji e parashikon që abonenti mund të ndërprijë energjia edhe për 15 ditë në dalje faturës, por Oshea përdor një praktikë duke dalë në 2 muaj e lartë. 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj me radhë. Sigurisht që pas 2 muajve nuk tolerohet më. Abonentët në fakt janë të shpërndarë, më shumë janë familjar, debitor se sa janë, ka edhe privat sigurisht, ka edhe buxhetor jo buxhetor. Po skema e buxhetor jo buxhetor është diçka më ndryshe në këtë pjesë, pra nuk veprohet me ndërprerje, veprohet me marrëveshje dhe por për abonent privat dhe familjar veprohet me njëherë me ndërprerje. Abonentët familjar janë që përmbajnë peshën më të madhe të debisë. Ndalen në fakt edhe një pyetje fund sërish tek aty ku nisim bisedën te përfituesit, ata që janë ndër 650 abonentë përfituar nga skema lehtësuese. Konkretisht çfarë kanë përfituar këta abonentë? Nga debia e mbartur, nga detyrimet që ata kanë krijuar ndaj furnizimit të shërbimit universal, që i përket Oshe Group, këta kanë përfituar ndarjen me këste të pagesave. Pra, në qoftë se kanë paguar 2 vitet e fundit, po themi 2024-2025, ata kanë përfituar menjëherë automatikisht pjesën e mbertur të debisë, e cila ka qenë goxha e lartë, e ndarë në këste. Këstet ndahen në mënyrë në bazë të vlerës që mbar debia. Zakonisht këstet kanë qenë të ulta, po themi 28.000 lekë në muaj,
12.000 lekë për kategorinë në pensionist që hynë ka qenë goxha lehtësuese. Sigurisht që presim edhe një vit më lehtësues se vitin e kaluar.